Politika në Lushnjë uron besimtarët ortodoks, katolik dhe ungjillor për festën e Krishtlindjes. Kryetarja e Bashkisë Riselda Sefa e shoqëruar nga dy nënkryetarët Edlira Mezini dhe Maldrita Bardo, gjithashtu dhe nga 3 deputetët e Partisë Socialiste, Elton Korreshi, Kiduina Zaka dhe Aslora Alhaxhiu, vizituan kishën katolike të Pjetrit dhe Palit, ku morën pjesë në meshën e mëngjesit, drejtuar nga Don Mark Tusha. Më pas, përfaqësuesit e pushtetit vendor vizituan kishën ortodokse Shën Gjergji dhe kishën ungjillore Rruga e Paqes. Mesazhe shprehje, mirësie, paqe dhe dashurie për qytetarët lushnjar u ndan në këtë ditë Krishtlindje. Sot besimtarët e Krishterë festojnë Krishtlindjet. Krishtlindja është dita e cila simbolizon dhe vlerat më të rëndësishme të jetës: familjen, dashurinë, solidaritetin për gjithë ata që ne duhet t'i japim dorën dhe që janë në nevojë, respektin ndaj njëri tjetrit dhe gjithashtu nxit shpresën për një të ardhme më të mirë. Gjej rastin të uroj të gjithë qytetarët e Lushnjës Krishtlindje të bekuara, paqe, dashuri dhe lumturi në familjet tuaja. Gëzuar. Për gjithë besimtarët ortodoks dhe besimtarët katolik, për gjithë familjet e bashkisë që jetojnë në bashkinë Lushnjë, gëzuar Krishtlindjet. Mbarësi, paqe dhe lumturi të kenë familjet e tyre. Krishtlindja na kujton lindjen e shpresës, besimit dhe dashurisë, kështu që të vazhdoj kjo dashuri dhe paqe në të gjithë familjet tona. Faleminderit dhe gëzuar. Gjej rastin t'i uroj gëzuar Krishtlindjen të gjithë familjeve shqiptare, katolike dhe ortodokse, por jo vetëm. Paqja dhe bekimi i Zotit mbi zotërofshin në të gjithë familjet tuaja. Gëzuar. I uroj gjithë besimtarëve të Krishterë dhe jo vetëm, gëzuar Krishtlindjet, qofshin sa më të mbara, një shëndet për gjithë qytetarët shqiptar dhe vetëm mbarësi. Falenderojmë zonjën kryetare me pjesëmarrjen e saj. Dhe i uroj të gjithë krishterëve gëzuar Krishtlindjen edhe të gjithëve gëzuar vitin e ri dhe një vit të mbarë. Gëzuar e përshëndet Krishtlindjen. Krishti sill në familjet tuaja atë begati, atë paqe, atë mirësi që nuk mran kurrë, që lind nga lart, vjen në zemrën tonë, në thellësinë e zemrës sonë, shpirtit tonë dhe na bën pjesëtar të saj të përditshme, duke i tequr të çdo njeri këtë paqe që Krishti na ka dhënë. Urimi është shumë i përbashkët. Gëzuar këtë Krishtlindje, gëzuar e të kemi më shumë harmoni dhe begati të gjithë së bashku, edhe le të kthehemi në besim për të lavdëruar Perëndin, edhe kjo do të sjellë një bashkim edhe një bashkëjetesë të mirëfyllët me të gjithë njerëzit.